mja qua amanetin që mja shkollu, mu bo fëmijë të hajrit dhe mu mbur edhe ajo në atë botë me ta. Po momentin kur ti kthesh edhe ishe, dhe me thonë e kupton që mungesa e Gjuljetës është në çdo cep të shtëpisë, në çdo cep të jetës, çdo moment që neve na kalon na e kena me Gjuljetën. Po ndalim pak tek fëmijët shpat, meqense ata janë shumë të vogël. Fëmijët janë... Kush është ndalim ju tregu gjatë këtë ngjarje, sepse është shumë e vështirë për ta. Paulina, vajza e madhe, realisht e ka ditë. Tara e ka pa, vajza e dytë. Gjerdi djali nuk e ka pa dhe nuk e ka ditë se na jena mundu pak me bo ata, mi thonë ka shku në Gjermani, ka shku në Gjermani, ka shku në Gjermani, tash kthehet edhe një ditë tha unë e di që ka ndodhë djali. Po të vish një sen du me të cekë që po bëhet një vjetë. Dhe as të njoni fëmijë, as të një moment, as të një herë nuk thot po du babën, po du nonën. Na sa do që mundohem i madhe i vogël i familjes tonë, motrat, vllau, krejt që ka jena do me thonë, agjallar, krejt, mi jep ngrotësin, dashurin, mi jep krejt botën. Na nuk mundem ja zavëncu as një moment dhe as një herë nonën. Që çdo herë flen dhe qohet si Gjerdi, si Tara, si Paulina me Gjuljetën. E kam shumë vështirë me fol, po ata janë amaneti i motrës tanë, na inshallah mundem mja dalë dhe mja qua amanetin që mja shkollu, mu bo fëmijë të hajrit dhe mu mbur edhe ajo në atë botë me ta.